Fermerët e fshatit Dorman të njësisë administrative Poja në qarkun e Korçës po përballen me humbje të mëdha ekonomike pas dëmtimit masiv të kulturës së patates. Ata drejtojnë gishtin tek cilësia e farës si shkakun kryesor të situatës dhe kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet shtetërore. Krenar Kreka, fermer prej më shumë se 25 vitesh, thotë se është hera e parë që përballet me një situatë të tillë. Ai pretendon se analizat e kryera nga institucionet nuk kanë zbuluar problemin real, ndërsa shton se kontrollet nuk janë kryer siç duhet që në hyrje të farës në dogan. Neve kemi punuar për 25 vjetësh me këtë lloj fare patate, karlit quhet, dhe nuk na ka dalë asnjëherë siç ka dalë si vit. Si vit ajo është mbi 75-80% që është e fjezuar fare që s'ka dalë fare. Shteti nuk i ka bërë analizat si duhet që kur ka në dogan edhe gjeri këtu, ose buri e ka falsifikuar. Ai nuk e pranon domethënë këtë gjë. Nuk është me problem me thotë. Unë i thosha bëjmë analizë për kokrën e patates, ata bëjnë analizë për vrukun e patates pa dal patatja. Shikoj çfarë më bën shteti. Më sjell vërdall. Demi është mbi 30 milion lekë dhe unë nuk di çfarë do bëj tash. Dhe i lutemi shtetit që edhe këta njerëz që kanë ngelu këtu, o ti përkraj ti shikoj çfarë radhë shkan, ose ta dimen e na thotë që jeni të lirë ikni. Në të njëjtën situatë ndodhet edhe fermeri Daniel Plasa nga Pojani, i cili shprehet se investimi i bërë në tokë rrezikon të humbas për shkak të farës së dëmtuar. Për mallin që shikoni këtu, është i gjithi djerë sot në këtë fazë që shikohet, që duket. Duhet bërë me patjetër një masë nga shtetit, asgjë më shumë. Arsyeja kryesore është fara. Fara është e degeneruar, asgjë më shumë. Asgjë më shumë. Shteti duhet të ndikojë në këto gjëra. Duhet të na mbrojë. Ne nuk kemi fuqi të merremi me individ. Po është një para e madhe, aq që kemi kushtim. Edhe Jorida Kreka flet për vështirësitë ekonomike dhe sakrificat që familja e saj ka bërë për kultivimin e patates. Shumë e vështirë, siç e shikoni janë gjithë këto dy lymë ti kurako. Është pluguar, është frezuar, është mbill, nafta në atë kohë është marrë me 2000 lekë që është bërë kjo. Shpenzimi gjithsej që del kostora në fund të korrikut të kësaj që duhet ta shisnja unë, del mbi 30 milion. Dan. Unë le 3 fëmijë të vegjël atje me virën për të ardhur për të bërë hizmet këtyre, shtërit si fëmijët. Kurse kjo përfundon kështu. Dysh problemin tim kërkoj. Nga hyri kjo farë. Duam ndim nga shteti të kontrolloj nga hyri kjo farë. Të vi shteti ta kontrolloj, t'i bëj analiza, t'i bëj çfarë duhet. Ne i dërgojmë analizat për të bërë farë, na i vini bën vetëm tokës. Vetëm për të fshehur gjërat, unë nuk e kuptoj çfarë po bëj. Fermerët kërkojnë analizë të plotë të farës, verifikim nga specialistët në terren dhe dëm shpërblim për humbjet e shkaktuara. Ata thonë se bujësia është i vetmi burim jetese për familjet e tyre dhe paralajmërojnë se mungesa e mbështetjes rrezikon t'i çojë drejt falimentimit dhe largimit nga vendi.